Për herë të parë, Shqipëria pritet të ketë një ligj për lobimin pranë qeverisë për të ndikuar në vendimarrjet publike. Drafti hedhur për konsultim publik synon të bëjë transparent ndërveprimet mes sektorit privat dhe institucioneve publike. Ligji i ri përjashton nga lobimi të dënuarit për korrupsion, si dhe deri në 2 vite pas mandatit deputetët dhe ministrat. Gjykata kushtetuese deklaron zyrtarisht përfundimin e mandatit të antares së saj Sonila Betja dhe krijimin e vakancës. Akti i sotëm ishte vetëm një procedurë formale, pasi javën e shkuar gjykata vlerësoi se në çështjet e mandateve duke përparësi nga parimi i ripërtëritjes së trupës së saj, çdo 3 vjet me nga 3 antar. Do të jetë presidenti që do duhet të hapë garën për pasuesin e Betjes me rastin e sotëm dhe përmbylljen e procedurave për përzgjedhjen e pasuesit të Holta Zaçajt. Pritet që gjykata të deklarojë dhe përfundimin e mandatit të Elsa Toskës, duke plotësuar në këtë mënyrë 3 e antarëve që ndryshojnë. Në raportin për 11 maj, Odir ngre shqetësim për sponsorizimet nga palë të treta dhe kërkon ndryshime ligjore për të penguar paratë e paligjshme në fushatën online. Sipas raportit, u shpenzuan 217.000 euro për sponsorizime, kryesuar nga PD-ja që pagoi 28.000 euro. Opozita i kërkon llogari majorancës për kritikat, por socialistët fokusohen te rekomandimet dhe reflektimet e tyre në reformën zgjedhore. Për herë të parë, në tryez përfaqësohen të gjitha partitë parlamentare. Komisioni parlamentar i reformës zgjedhore pritet të nisë javën e ardhshme me një gjithëpërfshirje të plotë të partive që kanë deputet në kuvend. PS dhe PD i kanë hapur 2 vende, por pa të drejtë vote dhe 2 partive të mbetura jashtë, asaj të Lapajt dhe Qorit. Dakordsi majoranca me opozitën arritën edhe për Komisionin e Reformës Territoriale, i cili ashtu si zgjedhorja ka barazi antarësh dhe do bashkëdrejtohet nga 2 kryetarë. Reporteri mëson se rregullat e reja që po diskutohen për rikthimin e monopatinave do të vendosen pa kriter moshe jo në 16 vjeç dhe shpejtësi maksimale deri në 25 km/h. Qarkullimi i tyre ndalohet në trotuare, por vetëm në korsi bicikletash dhe atje ku nuk ka në anën më të djathtë të rrugës. Lëvizjet vetëm brenda qytetit.